Rritja e çmimeve të karburanteve që prej nisjes së konfliktit në Iran vijon të rëndojë financat e operatorëve të transportit publik në vend. Edhe pse qeveria miratoi një skem kompensimi prej 50 lekësh për litër naftë për periudhën mars-maj, shoqatat e transportit thonë se kjo mas nuk mjafton për të përballuar kostot e larta të operimit. Para rreth një muaj ne jemi ulur me shoqatat e transportit, si dhe me përfaqësuesit e bashkive, bashkë me Ministrinë e Ekonomisë, dhe jemi ulur në tryezë dhe kemi dëgjuar gjitha shqetësimet dhe problematikat e tyre. Në atë kohë ne dhamë fjalën që do kishim një masë subvencionuese, siç kishim edhe në kohën e vitit 2022, dhe konkretisht sot e kemi miratuar që bëhet fjalë për një kompensim në masën 50 lekë për litër për gjitha shoqëritë e transportit publik, të transportit qytetës, ndërqytetës dhe rreth qytetës, dhe po ashtu një lajm i mirë tjetër që përsëri ne u angazhuam në ato takime që kemi bërë me gjitha grupet e interesit të transportit, është që këtë masë subvencionuese do e fillojmë që në muajin mars, kur kishim dhe fillimin e efekteve të krizës. Shoqata e transportit publik i ka drejtuar një kërkesë zyrtare qeverisë dhe ministrive përgjegjëse për zgjatjen edhe me 3 muaj të skemës së kompensimit, konkretisht për periudhën korrik shtator. Operatorët paralajmërojnë se pa mbështetje shtesë, shumë kompani rrezikojnë të futen në vështirësi serioze financiare. Ata rikujtojnë se me 1 prill zhvilluan një takim me ministren e ekonomisë Delina Ibrahimaj, ku kërkuan rikthimin e skemës së vitit 2022, kur për shkak të krizës së çmimeve, operatorët përfituan kompensim prej 100 lekësh për litër për një periudhë 6 mujore. Mosplotësimi i kërkesave solli edhe reagimin e operatorëve, të cilët për 2 ditë reduktuan ndjeshëm shërbimin e transportit urban në Tiranë dhe qytete të tjera të vendit, duke ulur numrin e autobusëve në qarkullim deri në 60%, çka shkaktoi vështirësi për qytetarët.